A mund të punësohen një ditë fëmijët që kanë autizëm, sindromën Down ose një vështirësi tjetër fizike apo mendore? Ndër vite në Shqipëri, përgjigjja e kësaj pyetje ka qenë jo. Por, në vitet e fundit, veçanërisht në kryeqytetin ton, nëpërmjet ndihmës së organizatave të ndryshme, e kemi parë këtë dëshirë të bëhet realitet për shumë prindër. Edhe pse akoma nuk jemi atje ku duam dhe stigmat shoqërore vazhdojnë të ekzistojnë, nëse ne edukojmë brezat e rinj dhe themi që aftësitë të kufizuara nuk nënkupton mungesë aftësish, atëherë ne do të mund që të ndihmojmë këtë komunitet dhe do të fillojmë të shohim progres. Le të bëhemi zëri i atyre që nuk kanë zë, që të mbyllim çdo ditë më tepër këtë hendek midis shoqërisë shqiptare dhe personave me aftësi ndryshe.